Realisht, do doja t'ju them të gjithëve përshëndetje me shumë dashuri, me shumë energji pozitive, me shumë lumturi. Mendova që në këto momente do të ndaja një letër falenderimi, një letër kushtuar një shoqes, për të treguar një moment të bukur të dy shoqeve, për respekt. Por ajo që do të ndaj tani është një tmerr i vërtet, që e ka postuar një faqe shqiptare në rrjetet sociale si në Instagram, Facebook dhe TikTok, ku 3 shoqe apo 2 vajza rrahin moshataren e tyre, torturojnë, e kapin për flokësh, e gjuajnë në tokë, e ngrejnë në këmbë. E gjitha kjo ka ndodhur në Fier dhe një bashkëmoshatare e tyre, duke i regjistruar me video kur po e rrahin vajzën në fjalë dhe duke kërkuar që ta rrahin edhe më shumë. Nga videoja që pash, do të thënë bëhet fjalë për vajzat moshës 17-18 në shkollë të mesme, të cilat pas ka një problem kaq të madh serioz, saqë janë në gjendje që edhe të maltretojnë në këtë nivel shoqen e tyre. Sinqerisht, nga ajo që unë pash më është bërë mishi kokër. E turpshme, e tmerrshme të shohësh vajza të moshës së tillë në vend që ne të marrim më të mirën nga rinia, të dhurojnë dashuri njëra tjetrës, të dhurojnë respekt ndaj njëra tjetrës, 3 vajza po maltretojnë në mënyrën më të tmerrshme shoqen e tyre. Unë kam mbetur pa fjalë. Sinqerisht kam mbetur pa fjalë. Unë nuk e di se çfarë gjenerate po rrisim, nuk e di se deri ku do të shkon mlefi dhe urrejtja e këtyre të rinjve kundërdrejt njëri tjetrit, që janë duke plasur nga xhelozia, ka një xhelozi të tmerrshme për shoqin e tyre, për shokun e tyre. Të kenë mundësi edhe ta mbysin komplet, nuk ngopen me urrejtjen që po e mbjellin brenda vetes. Që nga rasti i Martin Canit, e deri më tani kemi sjellur shumë raste të tilla të ngjajshme. Shpeshherë, domethënë, shtrohet pyetja se ku është problemi, ku qëndron faji. Në shumicën e rasteve thon faji mbetet jetim, por jo, unë nuk them këtu që faji është jetim. Unë them që faji është tek prindërimi i dështuar, prindër të cilët janë apasionuar pas lekut dhe kanë haruar që kanë fëmijë për të rritur. Mos kontrolli i vajzave, po shkojmë në ditë shumë europiane dhe vajzat më tash kanë lëshuar dorë krejtësisht nga nënat. Vajzat janë lider të vetes, vajzat pyeten për veten e tyre, një nën nuk e ndalon dot të bien e saj për t'i thënë një diçka, dhe ndodhin tmerre që ne po shohim që realisht unë në momentin që po i shikoja, krijova një lloj urrejtje për këto goca, që të kisha, domethënë, mundësinë do t'i kisha gjykuar me dënimin më të ashpër që duhet dhënë, sepse ndryshe rinia jon nuk mbushet me mend. Unë apeloj edhe tek prindërit që të jenë të kujdesshëm me fëmijët e tyre, sepse edukata e këtyre vajzave nuk është një edukat nga një familje që ka kultivuar kulturë, nga që këtë edukatën që pasqyrojnë këto goca, jam shumë i bindur që fillimisht njëherë kanë marrë në familjet e tyre, ndoshta edhe do të mërziteni, ndoshta do ndjeni keq, po ju a keni dhënë. Ju si prindër, dhe më pas, reformat e dështuara të arsimit, që mësueseve nuk u intereson për nxënësit, ju intereson tërë ditën të rinë në telefon, dhe super kontrollit e fëmijët ka humbur krejtësisht, si nga ana prindërore, ashtu edhe nga ana e arsimit. Dhe ne po rrisim një shoqëri të dështuar, që realisht në Shqipërinë tonë të vogël është e turpshme dhe sidomos në një qytet si Fieri të ndodhin këto fenomene ku këto goca nuk e kanë edhe iden, nëse ne do të ulemi dhe të pyesim cila është arsyeja që e bët këtë gjë, për veprimin që kanë bërë. Sepse janë adoleshente, kanë hyrë në atë filmin të adoleshencës, mundohen të tregojnë se janë dokushi, kanë krijuar atë vetbesimin e shëmtuar dhe të gabuar që në shumicën e rasteve krijojnë adoleshentët dhe dalin
kaq skandaloze nëpër rrjetet sociale. Kjo punë duhet marrur seriozisht. Duhet marrur seriozisht dhe duhet ngritur në protest edhe për këtë çështje. Sepse nuk është hera e parë që lufta në shkollë po bëhet kaq e madhe. Që nga rasti Martin Canit, edhe njerë më duhet ta potencoj, kemi sjellur raste të ndryshme, që realisht janë të neveritshme t'i shohësh. Dhe kjo duhet të merr një herë fund. Kjo duhet të merr një herë e mirë fund. Dhe këto vajza dhe vajzat të cilat po rriten duhet të edukohen në formë femërore. Nuk i shkon një vajzës të ketë këtë lloj kulture. Kjo është një kulturë e rrugës, edhe në rrugë nuk e gjem këtë kulturën, se njeriu ka pak sedër, me thënë njeriu ka pak dinjitet, këto kanë shkel mbi dinjitetin e tyre, mbi dinjitetin e familjes që realisht dhe prindërve turp t'ju vi, se çfarë fëmijë po rrisin, se ai e shikon fëmijën në shtëpi, ai ja shikon lëvizjet fëmijës, ai ja shikon veprimet fëmijës. Këto kanë veprime të tmerrshme. Dhe kjo nuk është një gjë që nuk është parë në familje, ajo nuk ka qenë ëngjëll në familje. Ajo agresivitetin, kulturën e ulët, tmerrin e ka pas që në familje. Por, prindërit tani i lënë tërë ditën fëmijët nëpër celulare, sepse mundohen që të jenë më të qetë, ja kushtojnë të gjithë kohën punës, sepse duan lek më shumë, nga që xhelozia ka hyrë në mes, duan të ikin në përpushime, duan blejnë rroba të shtrenjta, firmato dhe harojnë që kanë familje. Dhe ne ngrihemi në këmbë dhe shohim ngjarje që realisht kot luftojmë, kot flasim për të ardhmen, derisa e ardhmja po dështon. Ne flasim për një të ardhme. Ne themi e ardhmja e rinis ton. Çfarë e ardhme? E ardhme është kjo. Kjo është dështim, nuk është e ardhmja, kjo është dështim. Dhe për këtë gjë më vjen shumë keq për vajzën në fjalë që ka kaluar këtë tmerr, sepse ajo është tmerr, është tronditje, të kalosh nga shoqet e tua, nga gjenerata jote, por uroj që shteti të bëhet shtet një herë për gjithmonë, sepse duke mos qenë shtete ndodhin këto gjëra, dhe këto vajza të marrin vërtet dënimet e merituara dhe të shkojnë në vendin ku ato e meritojnë, sepse ato nuk e meritojnë që të jenë në shkolla, nuk e meritojnë që të jenë në mesin e shoqërisë. Janë shoqëri e dështuar, janë vajza të dështuara që po mundohen të fitojnë një lloj beteje me dhunë dhe me tortura. Mua më vjen shumë keq në fakt që pash këtë video, më vjen shumë keq një herë edhe që e solla pranë jush, por duhet patjetër të ngrisim zërin për fenomene si kjo, sepse shoqëria mendoj që po shkon dhe po bëhet më agresive dhe fëmijët nuk janë, më besoni që nuk janë të sigurt në shkollat të cilat ne i dërgojmë, sepse ekzistojnë fenomene të këtilla që shkatrojnë gjithçka.